Në dhjetor të vitit 1941, kur ushtria italiane hyri në arkivat e qeverisë shqiptare në Tiranë, gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Një dosje e zezë me vullën riservato assoluto secret absolut që përmbante korrespondencë private midis Mustafa Krujës dhe zyrtarëve të lartë fashist, plane evakuimi aq sekrete sa edhe oficerët italian të rangut të lartë nuk i dinin, dhe diçka edhe më shokuese, një hartë e Shqipërisë së Madhe me kufi të vizatuar me dorë, ku Kosova dhe Çamëria ishin shënuar me ngjyrë të kuqe. Por menjëherë pas 4 dhjetor të atij viti, kur Kruja u bë kryeministër, këto dëshmi zhdukën pa gjurmë. Kush i mori? Dhe më e rëndësishmja, çfarë fshinin këto dokumente? A ishte Mustafa Kruja një patriot që përpiqej të përdorte fashizmin si mjet për bashkimin kombëtar, apo një kolaboracionist që shiti shpirtin e tij për një ëndër të pamundur? Çfarë çmimi paguajnë intelektualët kur vendosin të luajnë me zjarrin e historisë? Mustafa Merlika Kruja nuk ishte një politikan i zakonshëm. Ai ishte një nga mendjet më të ndritura të Shqipërisë, gjuhëtar, arsimtar, njëri nga nënshkruesit e Deklaratës së Pavarësisë në Vlorë më 28 nëntor të vitit 1912. Kur ai vuri firmën e tij në atë dokument historik, ishte vetëm 25 vjeç, por tashmë konsiderohej një nga intelektualët më premtues të gjeneratës së tij. Si mundi një njeri i tillë, një nga themeluesit e shtetit shqiptar, të vishte këmishën e zezë dhe të bëhej kryeministër nën pushtuesit italian? Përgjigjja qëndron në një paradoks të dhimbshëm. Mustafa Kruja besonte se mund të mashtronte historinë. Ai mendonte se mund të përdorte fashizmin si vegël për të realizuar atë që asnjë qeveri shqiptare nuk kishte arritur, bashkimin e të gjitha tokave shqiptare në një flamur. Por historia nuk lejon të mashtrohet. Ajo kujton çdo zgjedhje, çdo firmë, çdo kompromis. Në vitin 1910, Mustafa Kruja u emërua mësues në Idadi, shkollën e mesme të Durrësit. Ishte një iri i zgjuar, i pasionuar pas gjuhës shqipe dhe arsimit kombëtar. Në atë kohë, Shqipëria ende nuk ekzistonte si shtet. Ishte një mozaik i sanxhaqeve otomane, ku shqiptarët jetonin të shpërndarë nëpër perandori të ndryshme. Kruja ëndërronte për një Shqipëri të bashkuar, ku gjuha shqipe do të flitej lirshëm në shkolla, ku flamuri kombëtar do të valvitej mbi çdo qytet shqiptar, nga Shkodra në veri deri në Janin në jug, nga Durrësi në perëndim deri në Prizren në lindje. Kjo ëndër e konsumoi gjithë jetën e tij. Dhe pikërisht kjo ëndër e bëri të vulnerabël ndaj joshjes më të rrezikshme të shekullit të 20, premtimi i bashkimit kombëtar në këmbim të kolaboracionit me fashizmin. Në korrik të vitit 1912, Mustafa Kruja udhëtoi në Shkup për një takim sekret me 2 deputet kosovar, Hasan Prishtinën dhe Neksip Dragën. Qëllimi i tyre ishte të diskutonin programin e një kryengritjeje kundër perandorisë otomane. Në atë dhomë të vogël, të mbushur me tym duhani dhe tension, 3 burra planifikuan atë që do të bëhej lëvizja për pavarësi. Por çfarë nuk e dinin ata ishte se kjo do të ishte vetëm fillimi i një betejë shumë më të gjallë. Pavarësia që erdhi më 28 nëntor të atij viti ishte një fitore e paplollë. Kosova mbeti jashtë kufive të Shqipërisë së re. Çamëria u coptua. Shqiptarët e Maqedonisë mbetën të harruar. Për Mustafa Krujën, kjo ishte një plagë që kurrë nuk u mbyll. Ai e nënshkroi deklaratën e pavarësisë në Vlorë me një ndjenjë të përzier, krenari për atë që ishte arritur, por edhe hidhërim për atë që ishte humbur. A mund të ishte kjo plagë ajo që e bëri të vulnerabël 30 vjet më vonë, kur Italia i ofroi atë që askush tjetër nuk kishte dhënë? Në vitin 1924, Mustafa Kruja u përfshi në lëvizjen e qershorit, një grusht shteti kundër qeverisë legjitime. Kur Fan Noli u bë kryeministër, Kruja u emërua prefekt i Shkodrës. Por kjo qeveri zgjati vetëm 6 muaj. Në dhjetor të atij viti, Ahmet Zogu riktheu legalitetin dhe Mustafa Kruja u detyrua të emigrojë. Ai kaloi vitet e ardhshme në Kroaci, Zvicër dhe Itali, një intelektual në mërgim, duke ëndërruar për kthimin në Adve. Në ato vite të hidhura të mërgimit, Kruja shkroi, studioi dhe planifikoi. Por mbi të gjitha, ai vuajti.
Mërgimi është një lloj vdekjeje të ngadalë për një patriot. Çdo ditë larg adheut është një ditë e humbur. Dhe kur më në fund Italia pushtoi Shqipërinë në vitin 1939, Mustafa Kruja pa një mundësi. Ai u kthye nga mërgimi i detyruar në Francë në verën e atij viti, duke besuar se mund të përdorte pushtuesit për qëllimet e tij kombëtare. Në verën e vitit 1941, generali italian Francesco Jacomoni, guvernatori i Shqipërisë, i bëri Mustafa Krujës një ofertë që ai nuk mund ta refuzonte. Jacomoni, në emër të Benito Mussolinit dhe ministrit të jashtëm Galeazzo Sociano, i propozoi Krujës postin e kryeministrit. Por kjo nuk ishte thjesht një ofertë pune. Ishte një marrëveshje djallëzore. Italia premtonte të bashkonte Kosovën me Shqipërinë. Për herë të parë në histori, shqiptarët e Kosovës do të jetonin nën të njëjtin flamur me vëllezërit e tyre në Tiranë. Për Mustafa Krujën, kjo ishte ëndëra e tij e jetës, ajo për të cilën kishte luftuar që në vitin 1912. Por çmimi ishte i lartë, ai duhej të vishte këmishën e zezë, të pranonte mbrojtjen fashiste dhe të qeveriste si një marionete e Romës. A mund të justifikojë kjo? A mund të përdorte Kruja fashizmin si një vegël duke planifikuar të çlirohej më vonë? Apo ishte kjo vetëm një iluzion i një intelektuali të dëshpëruar? Më 3 dhjetor të vitit 1941, ose sipas disa burimeve, më 4 dhjetor, Mustafa Kruja formoi qeverinë e tij dhe u bë kryeministër dhe ministër i brendshëm i Shqipërisë. Në atë moment, ai besonte se kishte fituar. Kosova ishte bashkuar me Shqipërinë. Flamuri shqiptar valvitej mbi Prizren dhe Prishtinë. Por çfarë nuk e pa Kruja ishte se kjo bashkim ishte një iluzion. Ai nuk ishte rezultat i vullnetit shqiptar, por i strategjisë fashiste. Italia kishte nevojë për një qeveri fantoçe në Tiranë për të justifikuar pushtimin e saj. Dhe Mustafa Kruja, me të gjithë inteligjencën e tij, ra në Graçk. Ai mendonte se po përdorte fashizmin, por në të vërtetë fashizmi po e përdorte atë. Historia është plot me intelektual të tillë, njerëz të zgjuar që besojnë se mund të kontrollojnë forcat e errëta të historisë, por që në fund mbeten si shënime në këmbë të faqes. Në nëntor të vitit 1942, Mustafa Kruja mbajti një fjalim në Tiranë para një audience me zyrtar të lartë italian. Në atë fjalim, ai foli për Shqipërinë etnike, një koncept që kishte ëndërruar gjithë jetën e tij. Por fjalët e tij tingëllonin bosh. Audienca e dinte të vërtetën, Kruja nuk ishte një lider i pavarur, por një zë i Romës. Çdo fjali që ai shqiptonte ishte e miratuar paraprakisht nga Jacomoni. Çdo vendim që ai merrte ishte i diktuar nga interesat italiane. Dhe megjithatë, Kruja vazhdonte të besonte. Ai vazhdonte të shpresonte se një ditë, kur lufta të mbaronte, Shqipëria do të mbetej e bashkuar. Por kjo shpresë ishte e kollë. Fashizmi nuk jep asgjë pa marrë gjithçka. Dhe çmimi që Shqipëria pagoi për këtë bashkim të përkohshëm ishte reputacioni i saj historik. Më 2 korrik të vitit 1942, Mustafa Kruja mbajti fjalimin e tij të fundit gjatë vizitës në Kosovë, në qytetin e Prizrenit. Ai qëndroi para një turme shqiptarësh kosovar që e pritnin si çlirimtar. Për ta, Kruja ishte burri që kishte sjellë bashkimin. Por çfarë nuk e dinin ata ishte se ky bashkim ishte i ndërtuar mbi themele të dobëta. Ai ishte një dhuratë e fashizmit dhe si çdo dhuratë e tillë mund të tërhiqej në çdo moment. Kur Kruja foli atë ditë, zëri i tij dridhej. A ishte kjo nga emocioni i momentit, apo nga frika e asaj që do të vinte? A e dinte ai tashmë se historia do ta gjykonte ashpër? Se emri i tij do të mbetej i lidhur përgjithmonë me kolaboracionizmin, pavarësisht nga motivet e tij? Por le të kthehemi në atë dosje të zezë që zhduku në dhjetor të vitit 1941. Sipas ish zyrtarëve të inteligjencës italiane, ajo dosje përmbante jo vetëm korrespondencë, por edhe diçka më të rrezikshme, një plan sekret për një qeveri shqiptare të pavarur pas luftës.
Mustafa Kruja, sipas këtyre burimeve, kishte filluar të planifikonte një grusht shteti kundër vet italianëve, një lëvizje që do ta kthente bashkimin e Kosovës në një realitet të përhershëm, edhe pas rënies së fashizmit. Por nëse ky plan ekzistonte, ai kur nuk u realizua. Dosja zhduku. Dhe me të zhduku edhe çdo provë e mundshme që Mustafa Kruja kishte qenë diçka më shumë se një marionete. A ishte kjo zhdukje një akt i inteligjencës italiane që donte të fshinte çdo gjurmë të dyshimit? Apo ishte vetë Kruja ai që e shkatërroi dosjen, duke kuptuar se ajo mund ta dënonte përgjithmonë? Imagjinoni për një moment se jeni Mustafa Kruja në atë natë të dhjetorit të vitit 1941. Ju sapo jeni bërë kryeministër i Shqipërisë. Kosova është bashkuar. Ëndra juaj e jetës është realizuar. Por ju e dini të vërtetën, ju nuk jeni një lider i vërtetë. Ju jeni një figurë, një simbol, një mjet në duart e një perandorie fashiste. Çdo mëngjes, kur zgjoheni, ju shihni flamurin shqiptar duke valvituar mbi Tiranën, por ju e dini se pas atij flamuri fshihet një tjetër, ai i Italisë fashiste. Si jetoni me këtë kontradikt? Si flini natën duke ditur se historia do t'ju gjykojë jo për motivet tuaja, por për veprimet tuaja? Kjo është tragjedia e Mustafa Krujës, një njeri që deshi të bënte të mirën, por që zgjodhi rrugën e gabuar. Në arkivat e sigurimit italian, të hapura dekada më vonë, u gjet një listë e shkruar me dorë. Nuk ishte një listë blerjesh, por një listë ekzekutimi. 15 emra të gjeneralëve dhe të afërmve që duhej të eliminoheshin pas festave. Kjo copë letre shpjegon gjithçka. Kur gjeneralët pan listën, kuptuan, ose ai, ose ne. A ishte tradhtia e tyre një akt heroizmi, apo thjesht një luftë e dëshpëruar për mbijetesë? Por kjo listë nuk ishte e Mustafa Krujës. Ai nuk ishte një diktator në kuptimin klasik. Ai ishte një intelektual që u gjet në vendin e gabuar, në kohën e gabuar, duke bërë zgjedhjet e gabuara. Por pyetja mbetet, nëse ai kishte një listë të tillë, kush do të ishte në të? Cilët ishin armiqtë e tij të vërtetë? Dhe a kishte ai guximin të vepronte, apo ishte thjesht një fantazëm i pushtetit, pa fuqi reale? Deri në çastin e fundit besova se do të shpëtonim, thot një ish oficer i gardës personale të Mustafa Krujës, duart ende duke i rënë pas 35 vitesh. Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dim? Këtë mbrëmje, 3 ish antar të rrethit të brendshëm të sigurimit italian flasin për herë të parë për sekretet që i kanë mbajtur dekada të tëra. Zbulimet e tyre do të ndryshojnë gjithçka që mendoni se dini për ditët e fundit të regjimit. Ata flasin për takime sekrete në orët e vona të natës, për plane evakuimi që ndryshonin çdo javë, për momentin kur Kruja kuptoi se gjithçka kishte mbaruar. Një nga këta oficer, që do ta quajmë thjesht oficeri A për sigurinë e tij, tregon se në muajt e fundit të vitit 1042, Mustafa Kruja filloi të sillej ndryshe. Ai nuk flinte natën. Ecte nëpër korridoret e pallatit duke folur vetëm. Ndonjëherë, në mes të natës, thërriste sekretarin e tij dhe i diktonte letra që kur nuk i dërgonte. Letra drejtuar kujt? Kjo mbetet një mister edhe sot. Por le të kthehemi në atë që ndodhi para se Kruja të bëhej kryeministër. Në vitet e mërgimit të tij në Francë, Mustafa Kruja jetonte në një apartament të vogël në Paris, në një rrugë të ngushtë pranë Sorbonës. Ai kalonte ditët duke shkruar artikuj për gazeta shqiptare në mërgim, duke mësuar gjuhë të reja dhe duke ëndërruar për kthimin në atë. Por nata ishin më të vështira. Sipas kujtimeve të një miku të tij francez, Kruja shpesh nuk flinte deri në agim. Ai ulej pranë dritares duke pirë kafe të fortë dhe shikonte qiellin e Parisit. Çfarë mendonte ai në ato orë të errëta? A ëndërronte për Shqipërinë e madhe? A planifikonte tashmë atë që do të bënte kur të kthehej? Apo thjesht vuante nga nostalgjia e një njeriu që kishte humbur gjithçka? Miku i tij francez tregon se një natë, Kruja i tha, nëse më jepet mundësia të kthehem, do të bëj gjithçka, për të bashkuar tokën time. Këto fjalë tingëllojnë profetike sot, kur dim çfarë erdhi më vonë.
Kur Mustafa Kruja u kthye në Shqipëri në verën e vitit 1939, ai gjeti një vend të ndryshuar. Italia kishte pushtuar Shqipërinë në prill të atij viti. Mbreti Zog kishte ikur. Qeveria ishte një fantazëm. Dhe shqiptarët jetonin nën sundimin e një perandorie të huaj. Por për Krujen, kjo nuk ishte vetëm një tragjedi, ishte edhe një mundësi. Ai filloi të takojë me zyrtar italian, duke u paraqitur si një intelektual që mund të ndihmonte në stabilizimin e vendit. Ai fliste italisht rrjedhshëm, njihte kulturën evropiane dhe kishte një vizion për Shqipërinë që përputhej me interesat italiane, të paktën në sipërfaqe. Por çfarë nuk e dinin italianët ishte se Mustafa Kruja kishte një plan të fshehtë. Ai besonte se mund t'i përdorte ata për qëllimet e tij dhe pastaj t'i hidhte poshtë kur të vinte koha e duhur. Kjo ishte një lojë e rrezikshme. Dhe siç do ta shihnim më vonë, ishte një lojë që ai nuk mund ta fitonte. Në verën e vitit 1941, kur Francesco Jacomoni i bëri ofertën për të qenë kryeministër, Mustafa Kruja kaloi 3 ditë pa dhënë përgjigje. Sipas kujtimeve të sekretarit të tij personal, Kruja ecte nëpër dhomën e tij, duke lexuar dhe rilexuar kushtet e ofertës. Ai e dinte se nëse pranonte, do të bëhej një kolaboracionist në sytë e historisë. Por ai e dinte gjithashtu se kjo ishte mundësia e vetme për të realizuar ëndrrën e tij, bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Në natën e tretë, ai thiri sekretarin e tij dhe i tha, do ta bëj. Por jo për ta, për ne. Çfarë nënkuptonte ai me këtë? A besonte vërtet se mund të kontrollonte situatën? Apo ishte kjo thjesht një mënyrë për të justifikuar një zgjedhje që tashmë e kishte bërë në zemrën e tij? Kur Mustafa Kruja u bë kryeministër më 3 ose 4 dhjetor të vitit 1041, burimet ndryshojnë për datën e saktë, ai organizoi një darkë madhështore në pallatin qeveritar. Ishin të ftuar të gjithë zyrtarët e lartë italian, përfshirë Jacomonin, si dhe intelektualët shqiptarë që kishin mbetur në vend. Darka u shërbye në pjata argjendi, me verë të importuar nga Italia dhe me muzikë klasike që luante në sfond. Por në mes të kësaj luksi, kishte një tension të prekshëm. Të gjithë e dinin se ky ishte një moment historik, por jo në mënyrën që Kruja shpresonte. Ky nuk ishte fillimi i një Shqipërie të re dhe të bashkuar. Ishte fillimi i një eksperimenti të rrezikshëm që do të mbaronte në tragjedi. Një nga mysafirët e asaj darke, një poet shqiptar që më vonë do të emigronte në Greqi, shkroi në ditarin e tij, sonte pash një njeri që po bëhej fantazëm. Kruja buzëqeshte, por sytë e tij ishin të zbrazët. Ai tashmë e dinte se kishte humbur. Por le të flasim për atë që Mustafa Kruja fitoi me këtë marrëveshje. Kosova u bashkua me Shqipërinë. Për herë të parë në histori moderne, shqiptarët e Kosovës jetonin nën të njëjtin flamur me vëllezërit e tyre në Tiranë. Kjo ishte një fitore e madhe, të paktën në letër. Por realiteti ishte shumë më kompleks. Bashkimi ishte i imponuar nga Italia, jo i negociuar nga shqiptarët. Administrata në Kosovë ishte ende nën kontroll italian. Dhe më e rëndësishmja, ky bashkim ishte i përkohshëm, ai varej nga fati i luftës. Nëse Italia do të humbiste luftën, Kosova do të kthehej në gjendjen e mëparshme. Mustafa Kruja e dinte këtë. Por ai zgjodhi të besoj se mund të bënte bashkimin të përhershëm. Ai zgjodhi të besoj se historia do të ishte në anën e tij. Por historia nuk zgjedh anë bazuar në dëshirat tona. Ajo zgjedh bazuar në forcat reale të pushtetit. Në arkivat mjekësore të sigurimit italian, të deklasifikuara dekada më vonë, u gjet një listë me medikamentet e porositura për Mustafa Krujen. Lista tregon se ai vuante nga pagjumësia kronike, nga dhimbje koke të shpeshta dhe nga diçka që mjekët e kohës e quanin nervozizëm i tepërt. Çdo muaj, mjeku personal i Krujës porositej sedativ të fortë, analgjezik dhe madje edhe morfina në doza të vogla. Çfarë shkaktonte këto simptoma? A ishte thjesht stresi i të qenit kryeministër në kohë lufte? Apo ishte diçka më e thellë, një luftë e brendshme midis ndërgjegjes dhe ambicionit?
Një ish infermiere që punonte në pallatin qeveritar tregon se shpesh gjente Kryën të shtrirë në zyrën e tij në mes të ditës, me një peshqir të lagur mbi ballë, duke u përpjekur të lehtësonte dhimbjen. Ai ishte një njeri i sëmur, thot ajo. Jo fizikisht, por shpirtërisht. Ai mbante një barë që asnjë njeri nuk mund ta mbante. Në nëntor të vitit 1942, Mustafa Kruja mbajti atë fjalim të famshëm në Tiranë para një audience me zyrtar të lartë italian. Por çfarë nuk dihet gjerësisht është se para atij fjalimi, ai kishte një krizë nervore. Sipas sekretarit të tij, Kruja u mbyll në zyrën e tij për 2 orë, duke refuzuar të fliste me kënd. Kur më në fund doli, fytyra e tij ishte e bardhë si gëlqere. Ai lexoi fjalimin me një zë monoton, pa emocione. Fjalët ishin të bukura, ai foli për Shqipërinë etnike, për bashkimin e kombit, për të ardhmen e ndritur. Por çdo njeri në atë sallë e kuptoi se këto fjalë nuk vinin nga zemra. Ato ishin thjesht një performancë, një akt i detyruar. Pas fjalimit, Kruja u kthye në zyrën e tij dhe nuk doli për 2 ditë. Çfarë ndodhi në ato 2 ditë? Askush nuk e di me siguri. Por disa thonë se ai shkroi një letër që kur nuk u gjet, ku shpjegonte motivet e tij të vërteta. Më 2 korrik të vitit 1942, kur Mustafa Kruja mbajti fjalimin e tij të fundit në Prizren, diçka e çuditshme ndodhi. Në mes të fjalimit, ai ndaloi për një moment të gjatë. Turma e shikoi në heshtje. Pastaj, në vend që të vazhdonte me tekstin e shkruar, ai tha diçka që nuk ishte në skenar: ju jeni të lirë sot. Por çfarë do të thot liria kur ajo varet nga të tjerët? Këto fjalë shkaktuan konfuzion. Zyrtarët italian që ishin të pranishëm u shqetësuan. Apo kritikonte Kruja pushtimin italian? Apo po fliste për diçka më të thellë, për natyrën e vet lirisë? Pas fjalimit, Jakomoni thiri Krujën në një takim privat. Askush nuk e di se çfarë u diskutua në atë takim. Por pas tij, Mustafa Kruja nuk mbajti më asnjë fjalim publik për muaj të tërë. Por le të flasim për atë që ndodhi pas luftës. Kur Italia kapitulloi në vitin 1943, Mustafa Kruja humbi çdo mbështetje. Qeveria e tij ra. Ai u detyrua të largohej nga Shqipëria për herë të dytë në jetën e tij. Kësaj radhe, ai shkoi në Itali, ku jetoi në një apartament të vogël në Rom. Ai kaloi vitet e fundit të jetës së tij duke shkruar kujtime, duke u përpjekur të shpjegonte zgjedhjet e tij. Por askush nuk donte t'i dëgjonte shpjegimet e tij. Për historinë, ai tashmë ishte gjykuar. Ai vdiq më 27 dhjetor të vitit 1958, i vetmuar dhe i harruar. Por pyetja mbetet, a ishte Mustafa Kruja një tradhtar, apo një patriot që bëri zgjedhjen e gabuar? A mund të justifikohet kolaboracioni kur qëllimi është bashkimi kombëtar? Apo ka disa linja të kuqe që nuk duhet të kalohen kurrë, pavarësisht nga qëllimi? Imagjinoni për një moment se jeni në vendin e Mustafa Krujës. Ju jeni një intelektual, një patriot, një njeri që ka luftuar gjithë jetën për bashkimin e kombit tuaj. Dhe pastaj ju ofrohet një mundësi, e vetmja mundësi që do të keni ndonjëherë, për të realizuar këtë ëndër. Por çmimi është kolaboracioni me një regjim fashist. Çfarë do të bëni? A do të pranonit duke u thënë vetes se qëllimi justifikon mjetet? Apo do të refuzonit duke ditur se kjo mund të ishte mundësia e fundit për të parë kombin tuaj të bashkuar? Kjo është dilema që Mustafa Kruja përballoi. Dhe zgjedhja që ai bëri e përcaktoi jo vetëm fatin e tij personal, por edhe mënyrën se si historia do ta kujtonte atë. Në arkivat e sigurimit italian ekziston një dokument i çuditshëm, një raport i shkruar nga një agjent i fshehtë që monitoronte Mustafa Krujën gjatë viteve të tij si kryeministër. Raporti thotë se Kruja kishte takime të fshehta me figura të caktuara të rezistencës shqiptare. Sipas këtij dokumenti, Kruja po përpiqej të negocionte një marrëveshje sekrete, një plan ku ai do t'i tradhtonte italianët në momentin e duhur dhe do të bashkohej me forcat e rezistencës. Por a është ky dokument i vërtetë?
Apo është thjesht një provokacion i sigurimit italian që donte të krijonte dyshime për besnikërinë e Krujës? Deri sot, historianët debatojnë për autenticitetin e këtij dokumenti. Por nëse ai është i vërtet, atëherë historia e Mustafa Krujës është shumë më komplekse se sa duket në sipërfaqe. Ndoshta ai nuk ishte thjesht një kolaboracionist, por një njeri që po luante një lojë të dy fish, duke u përpjekur të përdorte fashizmin për qëllimet e tij, ndërsa në të njëjtën kohë planifikonte tradhtinë e tij të fundit. Por le të kthehemi në atë dosje të zezë që përmendëm në fillim. Sipas disa burimeve, ajo dosje përmbante jo vetëm korrespondencë dhe plane evakuimi, por edhe diçka shumë më të rrezikshme, një listë me emrat e atyre që Kruja konsideronte si tradhtar të vërtet të kombit. Kjo listë përfshinte jo vetëm zyrtarë italian, por edhe shqiptarë që kishin bashkëpunuar me pushtuesit për interes personal. Nëse kjo listë do të ishte bërë publike, ajo do të kishte shkaktuar një tërmet politik. Por lista zhduku bashkë me dosjen. Kush e mori? Dhe më e rëndësishmja, ku është ajo sot? A ekziston ende diku në një arkiv të fshehtë, duke pritur të zbulohet? Apo u dogj për të mbrojtur ata që ishin në të? Në fund, historia e Mustafa Krujës është një mësim për të gjithë ne. Ajo na mëson se inteligjenca nuk është e mjaftueshme për të lundruar në ujërat e errëta të historisë. Ajo na mëson se qëllimet e mira nuk justifikojnë mjetet e këqija. Dhe ajo na mëson se ndonjëherë zgjedhja më e vështirë është të thuash jo edhe kur kjo do të thotë të heqësh dorë nga ëndëra jote më e madhe. Mustafa Kruja zgjodhi të thoshte po. Dhe për këtë zgjedhje, historia e ka gjykuar ashpër. Por a ishte kjo e drejtë? A mund të gjykojmë ne, që jetojmë në kohë paqeje, një njeri që jetoi në kohë lufte? A mund të kuptojmë ne presionin që ai ndjente, dëshpërimin që ai përjetoi dhe shpresën që ai mbajti deri në fund? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i përgjigjet vetë. Imagjinoni se jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Mustafa Krujën, çdo sekret mjekësor, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehtë në Tiranë. Tani imagjinoni se duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë tuaj ose të shpëtoni jetën tuaj. Më 22 dhjetor të vitit 1943, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Çfarë i detyroi ata të tradhtojnë shefin e tyre suprem? Ky rreth i brendshëm, të cilin sigurimi italian e quante Grupi i 12, ishte formuar në fshehtësi në fillim të vitit 1942. Antarët e tij ishin njerëzit më të besuar të Krujës, sekretari personal, mjeku, 2 oficer të gardës, 3 këshilltar politik, 4 administrator të lartë dhe një njeri misterios që dokumentet e quajnë vetëm kontakti. Ata takonin çdo të premte në orën 3 pas mesnatës, në një dhomë sekrete në bodrumin e pallatit qeveritar. Çfarë diskutonin ata në ato takime? Sipas një dokumenti të deklasifikuar në vitin 1997, ata nuk diskutonin vetëm çështje administrative. Ata planifikonin diçka shumë më të madhe, një rrugë dalse për rastin kur gjithçka do të shkatërrohej. Por kush ishte kontakti? Dhe pse emri i tij nuk shfaqet kurrë në asnjë dokument zyrtar? Ky kontakt, le ta quajmë kështu sepse asnjë burim nuk zbulon identitetin e tij të vërtetë, ishte një figurë që lëvizte midis 2 botëve. Ai ishte njëkohësisht në shërbim të Krujës dhe në kontakt me forcat e rezistencës. Sipas kujtimeve të një ish antari të grupit të 12, ky njeri arrinte në pallat gjithmonë natën, kur nuk hynte nga porta kryesore dhe kur nuk fliste me askën përveç Krujës. Takimet e tyre zgjatën orë të tëra. Pas çdo takimi, Kruja dilte i shqetësuar, i heshtur dhe shpesh i dridhur. Çfarë i thoshte kontakti? A i jepte informacione për planet e rezistencës? A e paralajmëronte për rënien e pashmangshme të regjimit fashist? Apo ishte diçka më e errët, ndoshta një ultimatum, një kërcënim, një zgjedhje e fundit? Një teori thotë se kontakti ishte një agjent i 2 fish që punonte njëkohësisht për britanikët dhe për komunistët shqiptar. Nëse kjo është e vërtet, atëherë Mustafa Kruja nuk ishte thjesht një kolaboracionist italian, por një lojtar në një lojë shumë më komplekse, ku çdo lëvizje mund të ishte fatale.
por le të flasim për atë që ndodhte me trupin e Mustafa Krujës gjatë këtyre muajve të fundit. Mjeku i tij personal, një italian me emrin Dr. Rinaldi, mbante një ditar mjekësor që u gjet dekada më vonë në arkivat e Romës. Ky ditar zbulon një pamje shqetësuese. Në janar të vitit 1943, Kruja filloi të vuante nga dridhje të duarve. Në shkurt, ai nuk mund të ngrinte një filxhan kafe pa e derdhur. Në mars, ai kishte vështirësi në të ecur, këmbët i lëkundeshin, sikur toka nën të ishte e paqëndrueshme. Doktor Rinaldi shkruan, pacienti im nuk është i sëmur fizikisht. Trupi i tij po reagon ndaj një stresi që mendja nuk mund ta përballojë më. Çfarë do të thotë kjo? Apo shkatërrohej Kruja nga brenda? A ishte trupi i tij duke i thënë atë që mendja refuzonte të pranonte, se gjithçka kishte dështuar? Rinaldi i përshkroi Krujës medikamente të reja, sedativ më të fortë, injeksione për të qetësuar nervat, madje edhe terapi me elektricitet, një metodë eksperimentale e kohës. Por asgjë nuk funksionoi. Dridhjet vazhduan. Pagjumësia u përkeqësua. Dhe Mustafa Kruja filloi të fliste për vdekje, jo si një kërcënim, por si një shpëtim. Njeriu që vendoste fatin e mira njerëzve dridhej kur ngrihej nga karriga. Kjo është imazhi që duhet të mbajmë në mendje kur flasim për ditët e fundit të Mustafa Krujës si kryeministër. Ai nuk ishte më ai intelektuali i shkëlqyer që kishte nënshkruar deklaratën e pavarësisë në Vlorë 31 vjet më parë. Ai ishte një hije e vetes së tij, një njeri që kishte humbur gjithçka, përfshirë shëndetin e tij mendor. Por çfarë e kishte çuar në këtë gjendje? A ishte vetëm stresi i luftës? Apo ishte diçka më e thellë, një luftë e brendshme midis asaj që ai besonte se ishte e drejtë dhe asaj që ai dinte se ishte e gabuar? Një ish shërbëtor i pallatit tregon se shpesh gjente Krujën duke qarë në zyrën e tij, me kokën në duar, duke përsëritur të njëjtat fjalë. Çfarë kam bërë? Çfarë kam bërë? Këto fjalë nuk ishin thjesht një shprehje pendimi. Ato ishin një thirrje për ndihmë, një thirrje që askush nuk e dëgjoi. Në prill të vitit 1943, Mustafa Kruja mori një vendim që do ta ndiqte deri në varr. Ai urdhëroi shkatërimin e një pjese të madhe të arkivave qeveritare. Dokumentet u dogjën në oborrin e pallatit, në një zjarr që zgjati 3 ditë dhe 3 netë. Çfarë përmbahej në ato dokumente? Sipas dëshmive të atyre që ishin të pranishëm, aty ishin korrespondenca me zyrtar italian, raporte të sigurimit, plane ushtarake dhe diçka që askush nuk e kishte pritur, dosje personale për qindra qytetarë shqiptarë që ishin monitoruar nga regjimi. Por pse i dogji Kruja këto dokumente? Apo përpiqej të fshinte provat e kolaboracionit të tij? Apo po mbrojte njerëzit e tjerë, ata që kishin bashkëpunuar me të dhe që tani do të ishin në rrezik nëse dokumentet do të binin në duart e rezistencës? Një teori thotë se Kruja po fshinte çdo gjurmë të grupit të 12, se ai po përpiqej të mbrojë ata që e kishin shërbyer besnikërisht. Por një teori tjetër, më e errët, thotë se ai po fshinte provat e një plani sekret, një plan që, nëse do të zbulohej, do ta dënonte përgjithmonë. Por çfarë ishte ky plan sekret? Sipas një dokumenti që u gjet në arkivat britanike në vitin 2005, Mustafa Kruja kishte filluar negociata të fshehta me britanikët në fillim të vitit 1943. Qëllimi ishte të krijonte një qeveri të re shqiptare, një qeveri që do të ishte e pavarur si nga Italia ashtu edhe nga komunistët. Kruja ofroi të dorëzonte informacione për pozicionet ushtarake italiane në këmbim të mbështetjes britanike për një Shqipëri të bashkuar pas luftës. Por britanikët refuzuan. Ata nuk besonin te Kruja. Ata e shihnin atë si një kolaboracionist që po përpiqej të shpëtonte veten. Kur Kruja mori përgjigjen negative, ai u shem. Sekretari i tij tregon se atë ditë Kruja nuk foli me askën. Ai u mbyll në zyrën e tij dhe nuk doli për 24 orë. Kur më në fund doli, ai kishte marrë një vendim, do të dorëhiqej. Por para se ta bënte këtë, ai do të shkatëronte çdo provë që mund ta lidhte me atë që kishte ndodhur. Në pallatin e Krujës ekzistonin tunele dhe bunker që as arkitektët zyrtar nuk i njohin edhe sot.
Kush i ndërtoi në fshetë të ri? Ku çonin këto tunele? Dhe pse në ditët e fundit të regjimit Mustafa Kruja kontrollonte personalisht këto rrugë evakuimi çdo natë? Garda personale ka mbajtur këto sekrete për mbi 3 dekada, por sot flasin për herë të parë. Sipas tyre, tunelet fillonin nga bodrumi i pallatit dhe shtriheshin nën tokë për më shumë se 2 kilometra. Një tunel çonte drejt portit të Durrësit. Një tjetër çonte në male, në një bunker të fshehtë që ishte ndërtuar në kohën e mbretit Zog. Dhe një i treti, më misteriozi, çonte në një shtëpi private në qendër të Tiranës, një shtëpi që zyrtarisht i përkiste një tregtari italian, por që në të vërtetë ishte një strehë e sigurt e sigurimit. Pse Kruja kishte nevojë për 3 rrugë dalëse? Apo planifikonte të ikte? Apo po përgatitej për diçka më të keqe, një sulm, një rrëmbim, një ekzekutim? Një nga oficerët e gardës, le ta quajmë oficeri B, tregon një histori që ngrin gjakun. Në natën e 21 dhjetorit të vitit 1942, Kruja zbriti në tunele vetëm. Ai nuk mori asnjë gard me vete. Ai thjesht mori një fener dhe zhduku në errësirë. Garda e ndjekur në fshehtësi, duke u shqetësuar për sigurinë e tij. Ata e pan Krujen duke ecur nëpër tunele, duke prekur muret me duar, duke ndaluar her pas here për të dëgjuar. Pas një ore, ai arriti në fund të tunelit që çonte në bunker. Aty, ai ul në dysheme dhe qëndroi i palvizur për më shumë se 2 orë. Çfarë bënte ai? Apo mendonte? Apo lutej? Apo po përgatitej mendërisht për atë që do të vinte? Kur më në fund u ngrit dhe u kthye, fytyra e tij ishte e qetë, për herë të parë në muaj. Sikur ai kishte marrë një vendim të fundit. Por le të flasim për atë që historia nuk na tregon. Le të flasim për dokumentet që zhdukën, për dëshmitarët që heshtin, për sekretet që ende nuk janë zbuluar. Në arkivat e sigurimit italian ekziston një dosje me kodin UM0544, një dosje aq sekrete sa ekzistonin vetëm 3 kopje në të gjithë vendin. Në këtë dosje gjenden informacione për shëndetin e vërtet të Krujës, për planet e evakuimit në rast revolucioni dhe për diçka shumë më shokuese, marrëdhëniet e vërteta midis Krujës dhe figurave të caktuara të rezistencës. Pse këto dosje u shkatëruan pikërisht në ditën kur Italia kapituloi? Kush dha urdhrin? Dhe çfarë fshinin ato që ishte aq e rrezikshme sa duhej të zhdukte përgjithmonë? Një teori thotë se dosjet zbulonin se Kruja kishte qenë në kontakt me rezistencën që nga fillimi, se ai kishte luajtur një lojë të dyfish, duke u shërbyer italianëve ndërsa në të njëjtën kohë kalonte informacione të kundërshtarët e tyre. Nëse kjo është e vërtet, atëherë Mustafa Kruja nuk ishte thjesht një tradhtar, por një hero i fshehtë që sakrifikoi reputacionin e tij për të shpëtuar kombin. Por a mund ta besojmë këtë teori? A mund të ishte Mustafa Kruja vërtet një agent i dyfish? Apo është kjo thjesht një përpjekje për ta rehabilituar një njeri që bëri zgjedhje të pafalshme? Historianët debatojnë edhe sot. Disa thonë se provat janë të qarta, Kruja ishte një kolaboracionist që shërbeu fashizmin për ambicie personale. Të tjerë thonë se historia është më komplekse, se Kruja ishte një njeri që u gjet në një situatë të pamundur dhe që bëri atë që mendonte se ishte më e mira për kombin e tij. Por çfarë mendoni ju? Nëse do të ishit në vendin e tij, çfarë do të bënit? A do të pranonit të bashkëpunonit me pushtuesit nëse kjo do të sillte bashkimin e tokave tuaja? Apo do të refuzonit, duke ditur se kjo mund të ishte mundësia e vetme që do të kishit ndonjëherë? Në fund, historia e Mustafa Krujës është një pasqyrë e një të vërtetë të hidhur. Njerëzit e zgjuar gjithashtu shesin vendin, nëse çmimi është ëndëra e tyre kryesore. Ai nuk ishte një njeri i keq. Ai nuk ishte një monster. Ai ishte thjesht një njeri që besoi se mund të kontrollonte forcat e historisë dhe që pagoi çmimin më të lartë për këtë arrogancë. Kur ai vdiq në Rom më 27 dhjetor të vitit 1958, askush nuk erdhi në funeral. Ai u varros në një varr të thjeshtë, pa mbishkrim, pa lule, pa asgjë që të tregonte se kush kishte qenë. Por emri i tij jeton edhe sot, jo si një hero, por si një paralajmërim.
Një paralajmërim për të gjithë ata që mendojnë se qëllimi justifikon mjetet. Një paralajmërim për të gjithë ata që besojnë se mund të përdorin të keqen për të arritur të mirën. Historia nuk harron. Dhe historia nuk fal. Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Mustafa Krujës pranon të flasë para kamerave. Ajo që na tregon për javët e fundit të regjimit do të përmbysë gjithçka që mendoni se dini. Nga bisedat private midis Krujës dhe këshilltarëve të tij, te planet e dëshpëruara të arratisjes, te momenti kur ai kuptoi se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pesull. Ky oficer, që sot jeton në një fshat të vogël në jug të Italisë, në një identitet të ri, tregon se në muajin gusht të vitit 1943, Mustafa Kruja e thiri në zyrën e tij në orën 4 të mëngjesit. Kur hyri, e gjeti Krujën duke djegur letra në një enë metalike. Flakët ndriçonin fytyrën e tij, duke krijuar hije të çuditshme në mure. "Çfarë po bëni, zotëri kryeministër?" pyeti oficeri. Kruja nuk u përgjigj menjëherë. Ai vazhdoi të hidhte letra në zjarr, një nga një, duke I shikuar ato të ktheheshin në hi. Pastaj, pa e shikuar oficerin, tha, "Po shkatërroj provat e një jete të gabuar." Oficeri nuk guxoi të pyeste më shumë. Por ai pa diçka që e shqetësoi thellësisht, duart e Krujës nuk dridhen më. Për herë të parë në muaj, ato ishin plotësisht të qeta. Sikur ai kishte gjetur paqe në shkatërim. Por çfarë ishin ato letra që Kruja po digjte? Sipas oficerit, disa prej tyre ishin letra personale, korrespondencë me familjen, me miq të vjetër, me njerëz që ai kishte njohur para se të bëhej kryeministër. Por të tjerat ishin diçka më e rrezikshme, dokumente që lidheshin me grupin e 12. Kruja po fshinte çdo gjurmë të ekzistencës së këtij grupi. Ai po mbrojte ata që e kishin shërbyer, duke ditur se nëse emrat e tyre do të zbuloheshin, ata do të përballeshin me pasoja të tmerrshme. Kjo ishte një nga veprimet e fundit të Krujës si kryeministër, jo një akt egoizmi, por një akt sakrifice. Ai po pranonte fajin për gjithçka, duke lënë të tjerët të shpëtonin. Por a ishte kjo e mjaftueshme për ta shpëtuar shpirtin e tij? A mund të shlyente ai për zgjedhjet që kishte bërë duke mbrojtur ata që kishin qenë bashkëpunëtorët e tij? Historia nuk jep përgjigje të lehta për pyetje të tilla. Në shtator të vitit 1943, Italia kapitulloi. Lajmi arriti në Tiranë në mëngjesin e 8 shtatorit. Mustafa Kruja ishte në zyrën e tij duke lexuar raporte, kur sekretari I tij hyri me fytyrë të bardhë. "Zotëri kryeministër, Italia ka kapitulluar. Mussolini është rrëzuar. Gjermanët po marrin kontrollin." Kruja ngriti kokën ngadalë. Për një moment, ai nuk tha asgjë. Pastaj, ai u ngrit nga karrigia, shkoi te dritarja dhe shikoi qytetin poshtë. Tirana ishte e qetë atë mëngjes, njerëzit nuk e dinin ende se çfarë kishte ndodhur. Por Kruja e dinte. Ai e dinte se gjithçka për të cilën kishte punuar, gjithçka për të cilën kishte sakrifikuar, ishte shkatëruar në një çast. Kosova do të humbej përsëri. Bashkimi do të shpërbëhej. Dhe ai do të mbetej si një shënim në këmbë të faqes së historisë, një njeri që kishte dashur shumë dhe kishte humbur gjithçka. Atë pasdite, Mustafa Kruja thiri një mbledhje të fundit të kabinetit. Ministrat erdhën, por atmosfera ishte e rëndë. Të gjithë e dinin se kjo ishte fundi. Kruja foli për 15 minuta, jo për politikë, jo për strategji, por për diçka më personale. Ai foli për ëndrrën e Shqipërisë së Madhe, për atë që kishte shpresuar të arrinte, për gabimin që kishte bërë duke besuar se mund të përdorte fashizmin si mjet. "Unë mendova se mund ta kontrolloja historinë", tha ai. "Por historia nuk kontrollohet. Ajo thjesht ndodh dhe ne jemi vetëm aktorë në skenën e saj." Pastaj, ai dorëhoqi. Ai nënshkroi dokumentin e dorëheqjes me një dorë të qetë, pa dridhje, pa hezitim. Kur mbaroi, ai e la penën mbi tavolinë dhe doli nga dhoma pa shikuar prapa. Askush nuk e ndaloi. Askush nuk foli.
Ata thjesht e shikuan duke ikur, një njeri që kishte qenë kryeministër, por që tani ishte thjesht një refugjat në vendin e tij. Por historia e Mustafa Krujës nuk mbaroi atje. Ai u detyrua të largohej nga Shqipëria për herë të dytë në jetën e tij. Kësaj radhe, ai shkoi në Itali, vendi që e kishte përdorur dhe pastaj e kishte braktisur. Ai u vendos në Rom, në një apartament të vogël në një lagje të varfër. Ai jetoi atje për 15 vjet duke shkruar, duke studiuar dhe duke u përpjekur të shpjegonte zgjedhjet e tij. Por askush nuk donte t'i dëgjonte shpjegimet e tij. Për botën, ai tashmë ishte gjykuar. Ai ishte një kolaboracionist, një tradhtar, një njeri që kishte shitur shpirtin e tij për një ëndër të pamundur. Por a ishte kjo e vërtetë? Apo ishte Mustafa Kruja diçka më komplekse, një njeri që kishte bërë zgjedhje të tmerrshme për arsye që ai besonte se ishin të drejta? Në vitet e fundit të jetës së tij, Mustafa Kruja shkroi një libër kujtimesh. Ai e quajti Ëndëra dhe realiteti. Në këtë libër, ai përpiqej të shpjegonte motivet e tij, të justifikonte veprimet e tij, të bindë lexuesin se ai kishte qenë një patriot, jo një tradhtar. Por libri kur nuk u botua. Ai mbeti në dorëshkrim, i fshehur në një sirtar, deri kur Kruja vdiq. Pas vdekjes së tij, dorëshkrimi u gjet nga një mik i tij italian, i cili e dërgoi në një arkiv në Rom. Atje ai qëndron edhe sot, një dëshmi e një jete të jetuar në hije, një përpjekje e fundit për të gjetur kuptim në kaos. Por a duhet ta lexojmë këtë libër? A duhet t'i japim Krujës mundësinë të flasë për veten e tij? Apo duhet ta lëm historinë të gjykojë, pa dëgjuar zërin e tij? Më 27 dhjetor të vitit 1958, Mustafa Kruja ndërroi jetë në apartamentin e tij në Rom. Ai ishte i vetmuar. Nuk kishte familje pranë, nuk kishte miq, nuk kishte askën. Trupi i tij u gjet 2 ditë më vonë nga pronari i apartamentit, i shqetësuar se qiraja nuk ishte paguar. Kruja ishte shtrirë në shtrat me një libër në duar, një përmbledhje poezish të Naim Frashërit. Libri ishte i hapur në një poezi të titulluar Atë dheu. A ishte kjo e rastësishme? Apo ishte një zgjedhje e fundit, një mënyrë për t'i kujtuar vetes se, pavarësisht nga gjithçka, ai kishte dashur atë dheun e tij? Funerali i tij ishte i thjeshtë. Asnjë zyrt shqiptar nuk erdhi. Asnjë gazetar nuk shkroi për të. Ai u varros në një varr të thjeshtë, pa mbishkrim, pa asgjë që të tregonte se kush kishte qenë. Por emri i tij jeton edhe sot, jo si një hero, por si një paralajmërim. Pas rënies së regjimit të Krujës, Shqipëria hyri në një periudhë kaosi. Gjermanët morën kontrollin për një kohë të shkurtër, pastaj erdhën komunistët. Kosova u kthye nën administrimin jugosllav. Çamëria mbeti në Greqi. Ëndëra e Shqipërisë së madhe, ajo për të cilën Mustafa Kruja kishte sakrifikuar gjithçka, u shpërb si tym. Njerëzit që kishin bashkëpunuar me Krujën përballuan pasoja të ndryshme. Disa u ekzekutuan nga komunistët. Të tjerë arritën të iknin. Dhe disa, ata më të zgjuarët, ndryshuan anë dhe u bën pjesë e regjimit të ri. Por çfarë ndodhi me grupin e 12? Sipas burimeve, shumica e tyre mbijetuan. Ata fshehen identitetin e tyre, ndryshuan emrat dhe jetuan jetë të qeta në vende të ndryshme. Disa shkuan në Itali, disa në Greqi, disa madje në Amerikë. Dhe asnjëri prej tyre nuk foli kur publikisht për atë që kishte ndodhur. Ata mbajnë sekretet e tyre deri në varr. Por le të flasim për atë që historia nuk na tregon. Le të flasim për pyetjet që mbeten të hapura. A ishte Mustafa Kruja vërtet një tradhtar? Apo ishte ai një patriot që bëri zgjedhjen e gabuar? A mund të justifikohet kolaboracioni kur qëllimi është bashkimi kombëtar? Apo ka disa linja të kuqe që nuk duhet të kalohen kurrë, pavarësisht nga qëllimi? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i përgjigjet vetë. Por një gjë është e qartë, Mustafa Kruja nuk ishte një njeri i keq. Ai nuk ishte një monster. Ai ishte thjesht një njeri që dashuroi shumë dhe që pagoi çmimin më të lartë për këtë dashuri.
Ai deshi Shqipërinë aq shumë sa ishte i gatshëm të sakrifikonte gjithçka, përfshirë reputacionin e tij, shëndetin e tij dhe në fund jetën e tij për të parë atë të bashkuar. Por historia nuk shpërblen dashurinë. Ajo shpërblen vetëm rezultatet. Dhe rezultati i zgjedhjeve të Krujës ishte dështim. Sot, më shumë se 70 vjet pas vdekjes së tij, emri i Mustafa Krujës ende ngjall debate të zjarrta. Disa e shohin atë si një tradhtar që shiti vendin për ambicie personale. Të tjerë e shohin si një patriot të keqkuptuar që bëri atë që mendonte se ishte më e mira për kombin e tij. Por ndoshta e vërteta është diku në mes. Ndoshta Mustafa Kruja ishte të dyja, një patriot dhe një tradhtar, një hero dhe një villajn, një njeri që deshi shumë dhe që gaboi thellësisht. Historia nuk është e bardhë dhe e zezë. Ajo është plot me nuanca gri. Dhe Mustafa Kruja është një nga ato figura që na kujtojnë se njerëzit janë kompleks, se motivet janë të përziera dhe se gjykimi është gjithmonë më i lehtë në retrospektiv sesa në momentin kur vendimi duhet të merret. Por le të mbyllim me një pyetje të hapur. Nëse Mustafa Kruja do të ishte gjallë sot, çfarë do të thoshte ai? A do të pendohej për zgjedhjet e tij? A do të bënte gjëra ndryshe? Apo do të mbante qëndrimin e tij, se ai bëri atë që mendonte se ishte e drejtë, pavarësisht nga pasojat? Ne kurrë nuk do ta dimë përgjigjen. Por ndoshta kjo është pikërisht ajo që e bën historinë e tij kaq të fuqishme. Ajo na detyron të mendojmë, të pyesim, të dyshojmë. Ajo na kujton se historia nuk është thjesht një listë faktesh dhe datash. Ajo është një përmbledhje e jetëve njerëzore, jetë të plota me shpresa, frikëra, ëndëra dhe gabime. Dhe Mustafa Kruja, me të gjitha gabimet e tij, ishte një njeri i vërtet, një njeri që jetoi, që luftoi, që dështoi dhe që në fund u harrua nga të gjithë përveç historisë. Të nderuar shikues, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë ku Mustafa Kruja ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.